Episodi sotëm i serialit Qyteti i Largët fillon me Kajën dhe Ipekun, ku janë ulur së bashku dhe bisedojnë qartësisht për planet e familjeve të tyre, duke i lidhur ata në martesë. Ata diskutojnë pritshmëritë dhe traditat që duhet të respektojnë, duke reflektuar mbi mënyrën se si do të zhvillohet ceremonia dhe marrëdhënia e tyre me familjet respektive. Biseda ka një ton të ngrohtë dhe të hapur, ku të dy përpiqen të kuptojnë ndjenjat dhe vendimet e njëri tjetrit. Nga ana tjetër, Zerin e vëre situatën dhe ndihet xheloze ndaj Kajës. Ajo i thot Demirit se duhet të largohen, duke u dukur e shqetësuar dhe e prekur emocionalisht nga biseda që po ndodh. Por teksa përpiqet të ikë, i peke ndalon, sepse ato njihen së bashku nga që janë shoqe shkolle. Kaja habitet nga njohja e tyre, megjithatë, Zerin, edhe pse e lënduar emocionalisht, uron të mirat për Kajën dhe Ipekun dhe largohet me ndjenjë pak të rënduar. Ndërsa këtu është një skenë ku Demir është i shqetësuar për Zerinin. Demiri: Zerin, ti je shtatzan, a e kupton që je shtatzan? Nuk e di nëse je e vetëdijshme për këtë. Pse po sillesh kështu me veten tënde? Hajde le të ngrihemi dhe të ikim, mos të rrim me këtu. Nëse do të jesh e keqe me veten, pse po qëndron akoma këtu? Zerini përgjigjet: A e pe, Kaja është i dashuruar me dikë tjetër, ata do të martohen. Loja ime mbaron këtu, të lutem më lër të largohem. Demiri ja kthen: Jo, thot, ti je martuar me mua dhe unë nuk do të lejoj që ti të largohesh nga kjo martesë. Nga ana tjetër, Xheani përpiqet të bisedojë me Kajën. Ai i thot: Tani ti ke një shoqe, e takove një herë, e pe një herë, pastaj vendose të martohesh, sa është e vërtet? Dëgjoj Kaja, lere këtë kokë fortësi. Të betohem, nuk kam forcë as për të ngritur ty dhe as për të ngritur veten. Nuk kam energji. Kaja i vrar emocionalisht përgjigjet: Nuk e kupton, nuk më ka mbetur tjetër zgjidhje. Çfarë do të bëj nëse nuk do të martohen? Do të humbas mendjen dhe do të kthehem tek Zerini përsëri. Po Zerin ka shkuar dhe është martuar me dikë tjetër. Fëmia në barkun e saj nuk është i imi. Po çfarë të bëj tjetër? Në këtë skenë është Nare dhe Shahin, ku Shahin nuk e gjdor nga kjo e fundit. Nare, Shahin, përsëri erdhe këtu? Njerëzit po presin poshtë. Shikon, nuk mund të lejoj këtë, mbi sytë e nënës sime, dil nga dera e pasme, para se të na shohin. Të lutem, nuk kemi çfarë të flasim. Ndërsa Shahini këmbgul: Jo, pa tjetër do flasim. Çfarë të them, nuk di nga t'ja filloj. Kemi hyrë në një terren të ri. Ndoshta nuk është koha, por ti e di çfarë ka mbajtur brenda. Nuk kam më forcë ta mbaj, Nare. Shiko, nëse ti nuk më shikon, nuk mund të jetoj. E di të kam dhënë një premtim, thjesht që ti të jesh mirë, të qëndroj larg, por të afrohem, u bë mallkimi im. Unë jam i gatshëm të pranoj këtë mallkim. Dërsa Nare ja kthen: Shahin, gjithçka tjetër kaloi, kam kaluar gjithçka. Babai yt, njerëzit, nëse babai yt është vrasë si vëllai tim, si mund të prek unë? Por Shahin e ndërpret. Ai i thot: Nesër unë dhe Xhian do të shkojmë, ta gjejmë atë njeri, do ta kapim dhe do të flasim. Nëse babai im është vërtet vrasësi, unë vetë do të ndëshkoj babain tim, por nëse nuk është, ti do të bëhesh gruaja ime. Ndërsa kjo është një skenë ku Sadakat diskuton në lidhje me martesën e Kajës dhe Ipekut. Ajo thot: Ajo është një vajzë e sjellshme, e ndershme, e rregullt, e shoh edhe tek familja e saj, edhe tek Origjina. Tani le të ulemi dhe ta diskutojmë këtë çështje. Çfarë do të marrim, çfarë do të japim? Me urdhrin e Zotit dhe fjalën e profetit, nesër do të shkojmë dhe do ta kërkojmë vajzën. Ndërsa Xheani kërkon Kajës që ta mendojë edhe një herë punën e martesës, sepse ndoshta do të jetë shumë vonë. Në këto fjalë Xhehan njofton familjarët se do të shkojë bashkë me Shahinin të gjejnë personin të cilin e di të vërtetën mbi vrasjen e Boranit. E habitur Sadakat pyet Xhehanin: Përse Shahin do të vijë? Do të di nëse babai i tij është vrasësi? Por Xhehan ja kthen: Do ta gjejmë dhe do ta bëjmë të flasë dhe do ta mësojmë nën. Ai që dha urdhër, mori jetën e vëllait tim, nuk mund të qëndroj këtu, do të paguaj për te. Ai që dha urdhër dhe ai që e mori, nuk do të shpëtoj. Ndërsa në këtë skenë, Sadakat njoftohet nga njerëzit e tij se dhoma e fëmijës së Mines është gati dhe krevati gjithashtu. Duke mësuar këtë,
Giana qarohet dhe fillon të debatoj me Sadakatin. Giani, ne kemi thënë qartë nen, ky fëmijë nuk do të rritet këtu. Sadakat, po do të rritet këtu. Ky do jetë fëmia e këtij konaku, i kësaj shtëpie. Çfarë do të thotë kjo? Thot Giani. Kushdo që ta lind fëmijën, ai do të rritet këtu. Pa pritur kjo bisedë, dëgjohet edhe nga i vogli Gian Denizi. Me një shpërthim të vogël emocional, ai drejtohet Ajlës dhe Gianit, ju më premtuat se nuk do të keni fëmijë tjetër përveç meje. Por Sadakat nuk ndalet, ajo vazhdon. Po Gian Deniz, ti do të kesh një vëlla të vogël dhe ai do të vijë së shpejti në jetën tonë. Të gjithë të pranishmit në dhomë i thonë që të ndaloj dhe të hesht sepse po e mërzit djalin, por ajo nuk ndalon. Ajo thot se duhet të mësoj të vërtetën, sepse herët avon, dikush duhet ja thoshte. Duke parë dhimbjen dhe se sa po mërzitet Gian Denizi, Giani acaruar fillon t'i drejtohet Sadakatit në mënyrë të ashpër dhe si kur më parë. Në këtë skenë tjetër, Giani dëshiron të flasi me Denizin. Ai kërkon që t'ja shpjegoj, por Alja e ndalon se Gian Denizi nuk mund ta shohë atë në këtë gjendje dhe se do të jetë pikërisht ajo që do të flas me djalin e saj dhe do ta qetësoj disi. Në këto fjalë, Ajla shkon dhe bisedon me të birin. Ajo i thot, së pari, unë të dua shumë, ne të gjithë të duam shumë, ne do të sjellim një vëlla të vogël për ty. Ndërsa djali i vogël përgjigjet, nuk dua të rri më këtu nen, të marrim gjërat tona dhe le të ikim. Por Ajla i premton se do të flasin nesër dhe do ta zgjidhin. Pasi mbaron me Denizin, Ajla shkon pranë Gianit. Giani, unë kam bërë gabim, doja të shkoja dhe të flisja, çfarë të bëj tani? Ajla, kur pash fëmijën në sytë e saj, duar dhe këmbët e mia u përplasën. E di që ajo që bëri nëna jote më tronditi, por edhe mua më rrëzoi, më lodhi, më shumë se gjithçka para syve të djalit tim. Qëndro drejt përballë mines, mjafton që nëna jote të mos të tërheq aty ku nuk duhet, mos lejo që të izoloj duke përdorur djalin tim. Giani, le të flas, dua të flas me Denizin, ai duhet të dëgjoj nga goja ime, sepse gabimi ishte imi, kjo ndodhi për shkakun tim. Duhet të dëgjoj të vërtetën nga unë. Në fund të fundit, gabimi ishte imi. Unë do të shkoj përballë tij dhe do t'i tregoj, do të më dëgjoj. Okej, i thot Ajla, fol. Por nëse të pyet, se a do të vi ai fëmijë në këtë konak, çfarë do të thuash, si do të përgjigjesh? Giani, ai fëmijë do të rritet me nenën e tij dhe në këtë konak do të jetë vetëm Gian Denizi. Por Ajla ja kthen. Kjo do të zgjidhet kështu? A nuk do të jetë një gënjeshtër? Ti nuk do të shkëputesh nga fëmia yt, ti je babai. Fëmia nuk duhet të ndahet nga nena, nuk duhet, unë nuk do ta lejoj. Giani, po si do të bëhet kur Mine të vi këtu? Si do të jetë për ne? Çfarë do të bëjmë? Giani, nesër unë do të shkoj në Siri dhe nuk dua të ketë razira në zemrën time ndërsa jam larg. Nuk dua të kem frikë kur të kthehem dhe nuk do t'ju gjej këtu. Ajla, me lejo të flas. Kjo është një skenë ku Kaja bisedon me Zerinin. Kaja, a ke marrë lej nga burri yt? Po thot, Zerin, folëm dje. Mos e kohën kot, duroj një mëngjes të parë, thot Kaja. Zerin, sa shpejt e gjete atë vajzën? Apo thjesht ishte gati dhe po priste? Kaja, të kam thënë që do ta bëja këtë, ti ishe dakord që dije pra. Ti më le dhe shkove dhe bere fëmijë me Demirin apo jo? Zerin, ndërsa ti shkove dhe gjete shoqen time të shkollës, apo e bere nga inati? Kaja, jo nuk e dija. Zerin, mos gënje, si se dije, po martohesh me atë vetëm për të më xhelozuar. Ti më the që nuk mund të duash askënd përveç meje. E po edhe unë do të mësoj të dua dikë tjetër, thot Kaja, sepse tani kam vendosur të harroj. Gian bashkë me Kajën niset për t'u larguar për në Siri. Para se të largohet, Sadakat mundohet ta përqafoj, por Giani shmanget. Ai menjëherë përqafon Ajlën. Kjo gjë e trondit Sadakatin. Giani thot Ajlës, Ajla, të kam thënë, nuk do të largohesh. Nëse bën diçka të tillë, do t'i kërkoj llogari për çdo gjë deri më tani, nenës.
ndërsa Ajla e përqafon dhe i thot që të ketë kujdes dhe të sjellë lajme të mira. Pas largimit të Xhianit, Sadakat ballafaqohet me Ajlën. Sadakat: "Hajde zonjë, hajde, të kemi çfarë të flasim, mos ik." Ajla: "Të ik nga ju?" "Jo, po ju dëgjoj." Sadakati: "Shiko, biri im u përqafua para syve të mi, pa më përqafuar mua, pa ma par fytyrën iku, ti po largon djalin tim nga unë, por nuk do ta besh." Ndërsa Ajla ja kthen: "Një nene di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndajnë nga fëmia. Je përpjekur të më largosh djalin nga unë që kur erdha në këtë konak, unë e kam ndjerë këtë dhimbje deri në palc shumë herë, nuk dua që askush ta përjetoj, asnjë, por djalin tuaj nuk po e largoj unë nga ju po e largoni vetë." Sadakat: "Para se të vinit, biri im nuk më ktheu shpinën asnjëherë, pas ardhjes suaj, gjithçka ndryshoi. Ju po përpiqeni të largoni nenën e tij nga ai." Por Ajla ja kthen: "Sa më shumë përpiqeni të më godisni mua, po e dëmtoni Xhianin, por unë nuk bie, por Xhian po thyhet ngadalë. Kam parë se sa shumë është përpjekur të respektoj, dje madje i bëri dëm vetes. Një nen duhet të respektuar, Xhian po mundohet shumë, ju jeni me fat që keni një bir shembullor, sikur edhe ju të ishit një nen shembullore." "Kush je ti që më mëson mua si të jem një nen shembullore?" thot Sadakat dhe përpiqet të ngrej dorën mbi Ajlën. Por kjo e fundit, duke e ndaluar i thot: "Sa herë që ngre dorën mbi mua, gjuha ime do të bëhet me mprehtë, nuk do të riqem. Shtrëgoni dhembët, po shkoj të kujdesem për djalin tim me lejen tuaj." Por Sadakat vazhdon me kërcënimet, duke i thënë se do ta largoj së shpejti nga ky konak.